Në aspektin e pagesës, cili prej krejt këtyre që i përmendëm, i jep pare më shumë. Në teatr, faktikisht jemi me një rrogë modeste. E mirë në krahasim me Kosovë, është prej rrogave ndoshta më të mira i ka teatri për institucione publike, domethënë. Në që jemi këtu, po është një rrogë që me një koeficientin ndoshta më të lartë, po nuk është një rrogë që mundësh krejt një artistit mja plotësu gjanat e jetesës, për mes me pas mos me lakmu me kërku diçka tjetër, nëpër seriale apo diçka tjetër. Nuk e di, në seriale, ndoshta paguhesh, po në seriale ke një kontratë, domethënë të epizoda, atë sa shfaqen sa epizoda i ke, domethënë aq pagu te na kështu shkon. Në bazë epizoda, mundet me shku një serial me 20 epizoda, mundet me 30, mundet me 100 epizoda, dikur mbaron ajo. Domethënë, pagesat kanë qenë më të mira, domethënë në seriale, kanë qenë më të mira se kanë pas edhe tyrat edhe ka qenë produksion faktikisht, do të thotë është produksion bëhet për edhe biznes, art edhe biznes.